إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Allahun Azza wa Jalla lavdrojmë, ata falenderojmë, vetëm prej Tij ndihmë dhe falje kërkojmë. Kërkojmë mbrojtje të Allahu Azza wa Jalla nga të këqijat e shpirteve dhe veprave tona, atë të cilën e udhëzon Allahu me mirësinë dhe urtësinë e Tij nuk ka kush që humbë, ndërsa atë të cilën e lën në humbje me drejtsinë e Tij nuk ka kush që udhëzon. Dëshmoj se nuk meriton të adhurohet askush përveç Allahut, i cili është një dhe nuk ka shok. Dhe dëshmoj se Muhammedi sallallahu alaihi wasallam është rob dhe i dërguar i Tij, paqja, mëshira, bekimet e Allahut Azza wa Jall qofshin mbi të, mbi familjen e Tij të ndershme, mbi shokët e Tij besnik dhe mbi gjithë ata të cilët e përcjellin rrugën e Tij deri në ditën e gjykimit. Nuk ka dyshim se fjala më e drejtë dhe më e vërtetë është fjala e Allahut Azza wa Jall, ndërsa udhëzimi më i mirë dhe më i plotë është udhëzimi i pejgamberit ton Muhammedit sallallahu alaihi wasallam, ndërsa vepra më e keqe dhe më e shëmtuar është ajo shpikurën e fe, nga se çdo shpikje në fe është bidat risi, e çdo risi çon në humbje, e çdo humbje çon në zjarr të xhehenamit. Allahu na mbrojt neve dhe juve prej tij. Vëllezër të nderuar, e këshilloj veten dhe juve që t'ja kem frikën Allahut Azza wa Jall me një frikë sinqert, dhe mos vdesim ndryshe vetëm se duke qenë musliman. T'ja kem frikën Allahut Azza wa Jall kudo që t'jemi, edhe të pasojmë të keqen me të mirë, se mira e shlyn të keqen, mirë po edhe të silemi me njerëz me një edukat dhe moral të lartë. Në një hadith të vërtetë, të cilin e transmeton Buhariu dhe Muslimi, është një ngjarje shumë interesante që pejgamberi sallallahu alaihi wasallam na informon për një rast që ka ndodhur te ummetet dhe popujt e mëhershëm. Tregon pejgamberi sallallahu alaihi wasallam për një njeri i cili i kishte vrarë 99 persona. Dhe pas kësaj e mbrente diçka në zemër. Kishte dritë të imanit e cila e çartonte kohë pas kohe se njeriu pavarësisht se çka ka bë, duhet me lyp rrugdalje. Edhe kërkon njeriu më të dijshëm në atë vend, edhe orientohet te një person i cili ishte i devotshëm. Edhe i thot, a ka pendim për mu? E ai i thot, i ke vrarë 99 persona, e po pyet, a ka pendim për ty? Nuk ka pendim për ty. Edhe kur jam mbyll derën, ai e vran edhe këtë personin edhe i plotson 100. Mirë po prap në zemrën e tij ishte ajo shkëndija e imanit e cila nuk e lënte rehat. Me pyet se mos ka rrugdalje. Edhe po pyet prap, a ka dikush që është njeriu më i dijshëm në këtë vend që të shkojë të e pyes? Edhe orientojnë të një dietar. Edhe i tregon se i kanë vrarë tash 100 persona, jo 99. 100 persona. A kam rrugdalje dhe a ka pendim për mua? E dietari i thot, e kush është ai i cili të pengon mes teje edhe pendimit? Kush është ai që ta mshel derën mes teje dhe Allahut Azza wa Jall? Mirë po, je duke jetuar në një vend të keq me njerëz të këqij.
largohu pe ati vendi dhe shkon në filan vendin, sa atje e adhurojnë njerëzit Allahun Azza wa Jall, edhe mos u kthe kur në vendin tënë, sa ata janë në vend dhe në njerëz të këqij. Edhe dëgjon këshillën e tina, edhe niset për në atë vendin ku i thotë edhe rrugës vdes, edhe vinë melaqet edhe të mëshirës, mirë po dënimit se cila me e marë. Ato melaqet e dënimit donin me e marë se thëshin kur punë të hajrit s'ka bo, i ka vranë 100 vetë. Melaqet e rahmetit thëshin se kë njeri është nisë mu pëndue, është nisë në vendin ku a ka orientu djetari që mira pishman, dhere se Allahu Azza wa Jalla dërgon një melaqe, si në formë të njeriut edhe marrin për gjykus, edhe ju thotë se shikone matë në distancën prej vendit ku është dalë, është përngull dhe vendin ku ka shku, aty ku është më afer, ato me laqet e marrin dhe thjesht e matin edhe del që për pak, për një plom, ishte dhe më thonë më afer vendit të pendimit dhe ku i ka thonë djetari me shku mu pendu, edhe e marrin me laqet e pendimit edhe mëshirës. Kjo është tregimi që ne ka treguar pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, të që rrëthidet i flasim disa çështje dhe disa fjalë. E para e tyre, vëllezër të nderuar, është se çështja e mëkateve është e rëndë. Është një barë që njeriu gjithmonë e mban mbi veten e vet, mbi supët e tina, edhe kur nuk njihet rehat, pavarësisht sa ka mundësie njeriu mu paraqit se i ka të natë mirat, ka pozit, ka pasuri, ka jetë luksoze, gjithmonë është një nefs, një shpirt që të çarton për mëkatet që i ke bë. Në rastin konkret, vrasja e njerëzve të pafajshëm është prej mëkateve më të mëdha, nëse me shiku Kur'anin dhe sunetin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, se çka fol për këtë mëkat, men qatala nafsan bighayri nafsin aw fasadin fil ard فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. Kush e vran dikon pa hak, e vran dikon që se ka vrar kërkon ai, apo me bë fesad në tokë, është si me i vrar këtë njerëzimin. Mirë po edhe ai i cili jep jetë dikujna, është si me dhënë jetë këtë njerëzimit. Kur ka folë Allahu Azza wa Jall për besimtarët dhe sifatet e tyre, ka treguar se 3 mëkateve shumë i ruhen ata. Walladhina la yad'una ma Allahi ilahan akhar, wa la yaqtuluna an-nafsa allati harrama Allahu illa bil haqq, wa la yaznun. Besimtarët e devotshëm i kanë 3 cilësi, ju largohen 3 mëkateve. Nuk e adhurojnë askën tjetër përveç Allahut Azza wa Jall, nuk e vrojnë askën pa hak. Mirë po dhe i largohen një moralitetit se kush i bën këto 3 ka bë mëkat, e mëkati i tyre do të shëmfishohet nesër në ditën e gjykimit dhe do t'i kaplon, domethënë poshtërsia dhe për ulja nesër në ditën e gjykimit përjetësisht. Edhe Allahu Azza kur ka folur për vrasjen e qëllimshme, ka thonë wa man qatala mu'minan muta'ammidan fajaza'uhu jahannam khalidan fiha wa ghadiba Allahu alayhi wa la'anahu wa 'adda lahu 'adaban 'azima. Ai cili e vron një besimtar pa hak, dënimi i tij është xhehenami. Për jetë atje. Allahu Azza wa Jalla është i hidhruar me të. E mallkon atë dhe për të ka përgatitur dënim të dhimbshëm në xhehenem për gjithmonë. Allahu i hidhruar e mallkon atë dhe thjesht për të ka përgatitur një dënim të dhimbshëm. Mirë po dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam të nderuar ka thënë se besimtari ka rrugdalje në këtë botë përderisa mos i përlyn durët e tina me gjak haram, përderisa faktikisht nuk e ka sulmuar, nuk e ka vrarë dikon këtë dunja pa hak, ai ka hale rrugdalje. Për ndryshe, domethënë, qofse njeriu i përlyn durët me gjak, vaj halli për të, e mirë për të, e sa fatkeqësi e madhe është bën në shoqërinë tonë, sa i lirë është bë gjaku i njëri tjetrit për një ngatresë, për një fjalosje shumë të lehtë
vim domethënë deri te vrasja edhe domosdoshmë që ruhe sapet me këtë formë. Mirë, por nuk është tema jonë kjo, vëllezër të nderuar. Tema jonë është se ky person i ka myt 99, 100 vetë. Disa momente të pendimit, edhe pse s'ka bo asnjë punë hajrit, vetëm pse është nisë mu pendu edhe me shku të vendi ku i ka thonë djetari. Allahu Azza wa Jall pia fal gjitha këto mëkate. Edhe jo vetëm këtë mëkat. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam vëllezër të nderuar e ka përmend vrasjen si mëkat të rënd, se njerëzit e mendojnë si të rënd. Edhe është i rënd, mirë po dini se ka mëkat edhe më të madh se kjo. Ajo është shirku. Mi bo Allahu Azza wa Jall shirk është edhe më e madhe se mi vran njerëz. Mirë po gjitha kanë rrugdalje, qofse njeriu kthehet dhe pendohet te Allahu Azza wa Jall. Asi ne keni dëgjuar Amr ibn Asin, një prej sahabive të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, kur e ka pranuar Islamin, edhe ja ka vendosur dorën pejgamberit sallallahu alaihi wasallam ja dhon besën se bëhet musliman. Edhe spjallshon dorën pejgamberit sallallahu alaihi wasallam dhe pyet pejgamberin çka kjo Amr. Thot po të japi besën me bëu musliman me një kusht. E çfarë kushti o Amr? Thot kusht që Allahu Azza wa Jall më fal mëkatet e kaluara. Thot Amr, a nuk e din që Islami i fshin mëkatet e kaluara? A nuk e din që hijreti i fshin mëkatet e kaluara? A nuk e din se haxhi i fshin mëkatet e kaluara? E kjo është një përgëzim dhe një sihariç për çdo person, i cili pavarësisht a është me neve këtu apo edhe thjesht mundet me kon një njeri potencial që nesër me kon me neve, se nështë ndonë Allahu Azza wa Jall nesër të pendohet dhe vjen këtu, që faktikisht sado që ke bën mëkat, mëkatet e Allahut Azza wa Jall në karshi rahmetit të Allahut Azza wa Jall nuk e asgjë. Hidhrimit domethënë të Allahut Azza wa Jall mëshira e ka të kaluar, nuk ka mëkat që Allahu Azza wa Jall nuk e fal. Allahu Azza wa Jall zbrit në pjesën e fundit të natës dhe thot: a ka kush që më kërkon falje e të fali? A ka kush që më lutet e t'i përgjigjem lutjes e ti? A ka kush që më lyp diçka e unë t'ja realizoj? Përkundrazi ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam se Allahu Azza wa Jall e shtrin dorën e pendimit mbrëmje, që të pendohet mëkatari i ditës. Mirë po e shtrin edhe dorën e pendimit ditën të pendohet mëkatari i natës, edhe kjo është si harriç për çdo person, se s'ka mëkat që Allahu Azza wa Jall nuk e fal. Edhe ata që të jenë pendu, edhe shpesh na pyesen dhe i bren, ajo çështja e të kaluara së tyre, i thojmë se nëse faktikisht je penduar sinqerisht, dije se pavarësisht mëkateve tua të kaluara, edhe thjesht çka ke bë, Allahu Azza wa Jall është më i madh, mëshira e tij është më e madhe se mëkatet tua dhe se mëshira e tij e ka kaluar hidhrimet e tij dhe thjesht mëshira e tij e ka kapluar çdo gjë. Edhe prat një çështje që duhet me pas shumë rëndësi në vendijen tonë është se kush është ai person që e mbyll derën e pendimit? Vetëm 2 raste mbyllet dera e pendimit. Kur njeriu t'i vjen në fyt shpirti që faktikisht ishe atë të fshehtën, ishe melaqet që i kanë ardhur mja marë shpirtin, këtë person edhe me dasht me u pendu, edhe me dasht me u kthy, thjesht i ka kaluar afati. Edhe në rastin e dytë, qofse inshallah Zoti s'na bën kur me prit atë, që thjesht me lind dielli pej perëndimit, janë këto 2 raste kur realisht nuk pranohet pendimi. Përndryshe, përsa derisa njeriu ka jetë, është gjallë, ka vetdije, nuk i ka ardhur shpirti në fyt, as nuk ka lindur dielli pej perëndimit, atëherë gjithmonë dera e pendimit është e hapur, mirë po nuk keq kuptohet kjo çështje vëllezër të nderuara me thonë se qofse është dera e hapur për pendim, atëherë le të shtym pendimin. Pi bëj edhe pasurinë që të rrugën që ja kom nis, e kur plakëm pendohem, po vazhdoj me ata vazën që si kam filluar, e pendohem kur të plakëm. E kush t'jep garanci ty që e plakësh? Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam vëllezër të nderuar e ka bë një katror. Edhe në mes të atij katrorit e ka bë një pikë. Edhe jashtë asaj katrorit e ka bë edhe një pikë tjetër, edhe këto dyja i ka lidhë me një drejtës.
Edhe ka thonë, kjo pika në mes katërorit është njeriu. Aja pika ku ja ka qitë synin jashtë katërorit është ymydi, shpresa, se ku mernu gatë, se ku mu plak, se ku mi prit gjërat, se ku mu pendu. A nuk pedin një gjore se është një katërori cili realisht thjesht ndërmjetëson mes teje edhe saj pike që e ke qitë për taj, saj aja është e gjeli. E pratë, pavarësisht se Zoti e ka hapë derën e pendimit. Edhe thjesht kjo derë e pendimit nuk mbyllet vetëm se dy raste. Kurse si mos me kuptu edhe keq kuptu se Allahu Azhjel po t'jep drejt ty me bë mëkate se pendohesh. Nash, po bëj çka të bëjmë, në fund t'i bijim pishman. Mirë, po kush po t'jep ty garancë se kime e prit pleçnin, e kimo pendu, e kim një ra pishman? As pedim se sa njeri dhe më thonë po del për shpijes, po kthehet, as peshohem sa njerin po bjen gjumë me s'poqohet, kush është ai personi i cili po e prit, apo kush ka ai person garanci që ku me prit dhe më thonë pleçnin? As po shohem për çdo ditë sa triu e sa i fëmiu po vdes, atër si guxon njeriu me marr këtë guxim, edhe me thonë se pendohem kur plakem, pendohem maset e ke përfundoj moshën time, e knacit e mia. Mirë po edhe në çështje vëllezër të nderuara, me këtë po e përfundojmë pjesën e parë, është se sa e vlefshme është dituria në fenë e Allahut Azza wa Jall. Ky person po lyp rrugdalje, po lyp njeri i cili i informon dhe e udhëzon se çka me vepru. Edhe po i thot, a kam pendim? Ai i cili i devotshëm e që s'kishte dituri, pi thot i ke vra 99 vet e po thua kam pendim për ty, ja, s'ka pendim për ty. Ai i cili ishte i dishëm, kur po shkon për zdyti edhe po i thot i kom vra 99 është 100. Pi thot e kush pengon tyje mes teje dhe pendimit, kush ta mshel derën ty mes teje dhe Allahut Azza wa Jall. E kjo është ajo që duhet me kuptu vëllezër të nderuar, se njeriu ka mundësie me koni devotshëm, edhe me koni mirë, edhe me koni sinqert, edhe me koni drejt, mirë po nuk ka njohuri. E me ignorancën e tina, do njëherë ka mundësi me dhonë përgjigje e me bo ma tepër zarar se me kanë hesht krejt. Si në rastin e këtij personit, ky me kanë hesht krejt, ndoshta si shvra hiq, po thjesht ajo fetvaja që e dha pa dituri ju ba sebeb që ky mu vra. E shumë njerëzit e gjojmë shpesh, edhe na jem prezent aty, edhe thjesht pytet, apo pyet dikush, edhe ai thjesht e merr drejtën dhe e fol, ndërsa edhe para hoxhës dhe e fetbo, edhe hiç nuk ja qellon edhe nuk e ka dert hiç. Të vëllezër të nderuar, me pas kujdes çështën e fesë, kur fol njeriu me fol me dituri, se jetu fol për Allahun Azza wa Jall, jetu fol në emrin të Allahut Azza wa Jall. Thjesht një ignorancë jotja, një fetva pa dije jotja, ka mundësi që çat derë të sherrët ju me mbyll, po dhe me rrit. Në rastin konkret shpesh njerëz ndoshta vinë edhe pyesin çysh më apo se kom bani domoni mëkat. Edhe i gjojnë disa njerëz, hajt se rahmeti i Zotit është i madh, po rahmeti i Zotit është i madh, mirë po edhe dënimi i Allahut është i ashpër. Thjesht shiko se çka është të lyp njeriu dhe se është të lyp atë drejtoj atij personit, e mos fol domethënë në hava, mos fol pa dituri, e me bë më tepër zarar se që bën hajër. Elusim Allahun Azza wa Jall që të na mundsoj të pendohemi në këtë botë para se na marr shpirtin në fyt, para se me lind dielli pe perëndimit. Allahu na mundsovë që mu kthit Allahu Azza wa Jall me pendim sinqert, me vepra të mira. Aqulu qawli hadha wastaghfirullaha li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. Vëllezër të nderuar, edhe një çështje që duhet me përkujtu në lidhje me këtë rast është se ky dietari i cili jepte fetva me dituri, kur pi thot se dera e pendimit për ty është e hapur,
pi tregon se pendimi jot plotësohet në qoftë se largohesh prej vendit keq ku je duke jetuar, edhe shkon në një vend tjetër ku njerëzit e adhurojnë Allahun Azza wa Jall dhe nuk kthehesh te ky vend i keq. Kjo më na tregu dy çështje. E para, ky personi që i ka vrarë 99 vet, 100 vet, realisht ka jetu në një ambient ku mëkatet i kanë shumë thjeshta, shumë të lehta, ndoshta edhe nxisin me bë mëkate. Edhe i ka vrarë gjithë ata njerëz, edhe faktikisht sikur mos më ndodh asgjë, nga sa ambienti e ka bë, shoqëria ka bë që ashtu të më kon. E ne pra shpesh thojmë, qofse dojnë edhe mu eduku vet, po edhe me eduku familjet tona, kem kujdes se me kanë po shoqërohen fëmijët tonë. Po jo vetëm fëmijët tonë, po edhe na. Ndoshta ke qeni pa udhëzuar e ke pas një shoqëri jo të mirë. E tash Allahu të ka nderuar dhe falesh. Apo mendon që tash ta kanë ty me i frekuentuar të njëjtat vende ku ke frekuentuar për udhëzimit, apo me shkuar më shoqëru me të njëjtë njerëz që shoqëru për udhëzimit? A dini vëllezër të nderuar se njeriu në ditën e gjykimit, në ditën e pendimit, në ditën që kumiro peshmon për çdo gjë të keqe që ka bërë këtë botë. Edhe s'kumiro për sen men, vetëm për një punë kumiron men. Kumiron men atë që kur dhe ka fshën gishtin dhe dorën e vet, me thonë, sikur të kisha zgjedh rrugën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, edhe sikur të mos i kisha marrë filonin për shok. Në qatë zaval, qatë kohë, që s'të bjen men kur gjuhiq, ku me të ranë men me kujtue se kush u konë sebeb, që ti ke devjue e je baj keq e si pendue. E përderi sa s'ka orë dhe e dit. Elhamdulillah, Allah Azza na ka dhonë mundësi. Thjesht kem kujdes se nuk është e mirë, nuk është e hieshme, nuk ka garanci që njeriu e plotëson dhe është i penduar sinqerisht, qofse i kalon do mëkate mirë po shoqërinë se ka ndrru. Ki kujdes fillimisht me kon po shoqërohesh. Ke jetu çka je ke jetu, Allahu të ka nderuar me pendim. Mos ju kthea vazit kaluar me shoqëritë kaluara në vend kaluar, se thjesht ata ta kujtojnë mëkatin, ata thjesht ta zbukurojnë mëkatin, ata të inkurajojnë me bë mëkat e besimtarit i cili e ka derdh vetën në shpëtimin, e ka shijuar idhësinë e mëkatit, mirë pa ka e shijuar dhe ëmbëlsinë e pendimit, se nuk ka vëllezër të nderuar çështje më të ëmbël se njeriu mu pendu. Edhe merrni njerëz tash në për historia që tregojnë se kur janë pendu. Gjithë thjesht kur tregojnë ato momente, i tregojnë duke çajt. Kur e kujtojnë se çysh kanë qenë, edhe kur e kujtojnë se Allahu Azza i ka nderuar me u pendu. Azdi ndoshta e keni dëgjuar një rast një Ka'b bin Malik që ka bënë mëkat s'ka shkuar në luftë në xhenet me pejgamberin sallallahu alajhi wasallam pa arsye, edhe Allahu Azza ja ka shtyar pendimin 50 ditë. Mas 50 dite kur ka ardhur pendimi, pejgamberi sallallahu alajhi wasallam pe oran që Allahu Azza ta ka pranuar pendimin, mirë po thotë të përgëzoj me ditën më të mirë që të ka kaluar pe që të ka lidh nona, se nuk ka ditë më të mirë e nuk ka gëzim më të madh se njeriu mu pendu dhe mu kthy dhe milon mëkatet, edhe me largu çat barrën që na ngarkon gjithë neve para se mu taku me Allahun Azza wa Jall. E nëse Allahu na ka nderuar me kët, atëherë kem kujdes të ruajmë këtë pendim, edhe mos t'ju kthehemi shoqërisë dhe vendet të keq, e që të na kthehemi edhe avazet të vjetër. Lutem Allahun Azza wa Jall që të na bën prej atyre që pendohemi, lutem Allahun Azza wa Jall të na bën prej atyre që e plotësojmë pendimin, kërkojmë falje te Allahu Azza wa Jall për çdo mëkat që kemi bërë, për të mëkatet e mëdha të vogla, ato që kemi bërë me dije, ato që nuk i dim që janë mëkate. Lutem Allahun Azza wa Jall që të na jap sinqeritet në fjalë dhe vepra. Lutem Allahun Azza wa Jall që të na fal neve dhe na fal prindrit tanë, dhe të fal krejt muslimanë në përgjithësi. Allahun Azza wa Jall lutem që të na përmirëson gjendjen tonë dhe gjendjen e krejt muslimanëve në krejt botën. Inna Allahu wa malaikatahu yusalluna ala an-nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب.
يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم أغننا بحلالك عن حرامك وبفضلك عمن سواك. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون.